se u knaqëm të u knaq, ne u knaqëm të u knaq. Mirë mbrama shikus të televizionit Dugagjini. Mirë se keni ardhur në emisionin ton U knaqëm të u knaq. Ku sonte do të zbulojmë se si mund të kalohet nga drama në skenë në drama në politik, si artist. Po pra, nga skena dramatike në skenën politike, kush ka thonë që s'kan gjajshmëri këto mes veti? Shqipe parlamentin e kemi një super teatr. Sonte kemi dy musafir, një aktore që na ka bërë të çaj, të qeshim në skenë, si dhe një fitus i Big Brotherit, i cili tani sfidohet me një sfidë të madhe. Po pra, nga futbolli në Big Brother, nga Big Brother në politik, Lumbardh, ki kujdes, kamerat janë të fsheta tash, por skandalit tash e qore ki. Shota Baraliu është e gatshme të na tregoj se si kombinohen yjet dhe politika. Andaj mos u largoni nga emisioni jonë, se kem që ka me folë sonte me dy top dosta. Po pra, në emisionin U knaqëm të u knaq, sonte knaqësin e ka Probendi, i cili di të ruaj vlerat e muzikës të mirëfillt shqipe. Skena për Probendin. Faleminderit gane, pra Probendi sonte për juve. Dy o moj, si në
sinëtër gjithamor. Faleminderit shumë. Të dashur musafir, probendi jemi dashur, e tash vazhdojmë të musafir tonë që i kemi në emisionin tonë në Knaqëm të Knaq. Pra sonte me neve 2 miq, 2 shok, 2 jarrana. Mirëmbrëma. Përshëndetje, Moni. Shota, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Lombard. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju lumt provendi. Shota Lombard, mirë se erdhët. Knaqësi sonte që kemi juve. Knaqësia është gjithmonë e jonja, përderisa musafir që i ftojmë neve, mundohemi të përgjithim ata që i dojmë ne edhe i donë i gjithë publiku. Çdo të shtune, në orën 10:30, emisioni Knaqëm të Knaq, me ata njerëzit që jeni knaq të njëtën edhe do të vazhdoni të knaqni. Shota? Ta shiniron musafir. Po, pra, një doar përgjitje për musafir të tonë sonte. Ja këtë se që shpëllit... Moni 2 profilet ndryshme, 2 profilet veçanta. Po, njoni qik, njoni tjosh. Ko vetëm 2 minuta më njoftu edhe me njerën përfshini edhe muë, tha, ja keni qëllu me musafir. Do me thonë, 2 profile kena sonta, po, e kena një qik edhe një djallë. Po, kuptohet. Okej, kështu që, qërë tash, me folë realisht, kur e bojmë përgjithën e musafirëve neve, mundohemi që ata që i ftojmë bashkarisht, me qenë parafërsisht të ngjajshëm, që në mënyrë të bojmë muhabetin pak ma mire, pak ma... Na më ngjos, besoj që ngjojna kështu shumë, por nështë as me karakterës, po mërmenja se Lombardi do këtë ma jurët, unë jam pak ma... Sa veç një ishtë gotë sa më lutë, kështu e dhe. Po në gotë më lutë e dikë cergë. Unë mendoj që vesh me diçka. Dhe me thonë, keni qenë me një format që jeni kanë të dytë, Big Brotheri. Kofta ashtu pra, Edhone, keni qenë ju 3 me një format, e unë me një do pytit ashtu, si kaluat në Big Brother. A me trajnë me kalë të drejtë. Pa ka i gare, po jo qëre, shot, këtu nuk ka nevoj mos me kalëzu drejt. Se do me thonë se kjo është reality show që këtu mundohemi sa do pak njerëzit t'ju kalëzim gjonat bukra, gjonat vërteta dhe të mira. A pak? Po gjithmonë cenat të drejta, kur je sinqert edhe i drejt, gjithmonë njerëz ta marrin për dobësi. Kështu që ka njëherë është mirë me lujtë edhe viktimen, ka njëherë është mirë edhe me ndrejq pak, që me thonë, që shqipjen me, adin me zbukuru pak, jo me të regu bashkë drejt me hjeshu. Po ajo është... Amo ajo është një farë qështë që ti jetu full atë sen që atë donë me ndëgju aj tjetëri. Faktikisht është, ti dush me thonë që ato shajme në vërtet, edhe i përqen ajo, nuk është rejthyjet, për do me thonë që si të ka pengesa në komunikim. Njerëz të drejt, gjithmonë... Njerëz të drejt, Se nëse me është veç, unë e Lombardin du me pytë, qka për e kove të fundit shumë Tiranë, qka ka ndodhë me ty Lombard? Vëlloj, me të thonë drejtën, të s'pedi, a me të regu, që shta kjo, a me të regu drejta? Jo, drejt haldo. Ja, këto drejt do të me kalëzu. Me të regu. Faktikisht, jam shumë i lumëtur që e kom pranu një projekt. Kur do të bëme me jetën private, sepse zakonisht, kur t'je në këtë society, në këtë shoqni, dhe më thonë një hap, një lëvizje, një post në Instagram, një herë mund mu interpretu në mënyrat të ndryshme, por faktikisht është vetëm për punë dhe jam pjesë e një filmit shumë të mirë që besoj që ka me po sukses, natyrisht, sepse për ndryshe nuk i na të mënu ma të mirën. Por, po, është një film edhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e atij projektit. Dhe me thonë, kjo ko ka arsye, jo diçka tjetër, të urojmë sukses e Lombard. Faleminderit shumë. Keshët si dyshim po doket. Lombarda fule drejt qëta shqa. Vëllaj, kjo e vërteta për më. E mirë, kër jemi të full për gjonat drejta dhe të vërteta, a ka mundësi me në tregu shot, a ke pos ndojnë në skenë që je vunë siklet? Shiko, Moni ti e din që une që 25 vjetë jam në skenë, normalisht gjatë karrierës teme kum pas momentet mira dhe jo të mira në siklet, jo një herë, por 100 herë. Jom vu, kum pas edhe lëndime gjatë gjirimeve, po tash mi anis mi ndo cëllin moment, nuk di qysh me tregu. Ishte më thonë ka pas? Po, jem një siklet shumë herë bile. Po tash mani. Që e vro në herë? Qysh e vro? Qysh e që gjatë skenar që e vro? Që e lëndu më Po, falë? fillimet e mija, kur kam lujt në filmat e parë, kum pas një skenë për me qajt, edhe nuk kum dalë që një lot me plasë.
mi pronën ato pikat edhe tash u përsërit skena 20-30 herë dhe masani e kum pas një lëndim të syve se të nkon me pika në sy. E tash koj direkt. Të përgjithësia e profesionalizmit. Përgjithësia, sigurisht. Sa do që i keq ti në momentin kur dhezën kamerat, ti s'ki qare pa u disponu. Apo më tregon pra dhe i ku i ki kufet kur të propozot në i rol intim, s'keni intime me pas, dhe i ku i ki atë kufinin të... Shiko, në momentin kur bash aktore, nuk besoj që do të mi vu kufi vetës, ti je aktore ose si je. Tash me lujt hoxhenicën, vetëm ajo nuk mjafton, më kupton. Po tash edhe më varet cili regjisor ta bën ftesën. Ki regjisor shumë të mirë, ki regjisor mesatar, të këshis muna me thonë, po ki mesatar. Më varet edhe çfarë projekti serioz është. Këtu të na pak problem, unë nuk është sken provokative, unë nuk është që s'kum pas, po jo mi kalu kufit, se na jena një popull që gjykojmë, edhe tash gjithmonë do të me menu qka pastaj. Ama e ki pak ma let, mas e s'ki burë. Po në pas burë, kush gudzo me folja të... Ja që ki gore. Atëre, veç pak, me veç. E ato artiste që të martu me që me bato, mu dashot? Jo mu do, po burrin në momenti kur ti do me marrë grun artiste, ose burrin aktor, do të me marrë vetën. Drejtojë kamerës, të din ata që dojnë me të pos grua? Se ty. Ja, më në atër aktrimi. Ti drejtojë më tamon ati tipit. A i gore, po unë menoj që në momentin njeri kur vendos me marrë një artist, apo një artiste, do të me marrë vetën. A mund është mi pranu, a mund është me pranu burin aktor apo grun aktore. Nuk mund është me ndryshu personin, sidomos që të mosh që jemi na. Unë nëse e la një diçka, la për vetën teme, jo për partnerin, absolut. Se në momentin që mund nuk ma vlerëson profesionin tem, se unë juriste nuk jam, unë tjetër sa në zdi me ba. Unë nuk më kryo Akademinë e Arteve. Atëherë, në momentin që s'mi pranojnë senet e mija, kështë të foni fjallë tjetër. Shikus të ndëruar, këtu unë jam minoritet në këtë rast, se këta të tretë janë single, unë jam i martum, tash, unë apo më lironi mu të shkoj. Ti që jena single. Po, unë të paktën zyrtarisht e di që jeni single të tretë, kështu që apo më lironi mu të shkoj, unë me problemin dhe një kemë do punë, e jo bënë intervjistën bashkë se i keni hallin e njëjtë, e qoni hallin e përbashkë. A ke pos para gjykime pak që i Big Brother tash, politik të? Paragjykimet janë pjesë e botës. Unë mendoj që i pa paragjykime, pa ofendime në drejt personit tënë, mendoj që nuk kemi kriju as atë inatin me arritë. Kështu që unë gjithë shka e shoh me një mas të mirë, do më thonë, edhe nuk e marrë ofër zemrës, do më thonë, gjdo paragjykim, gjdo ofendim, sepse tashti përmes rrjeteve sociale është mundësia shumë e madhe për si cilin me ta gjujt në i kujim, në i kritik, edhe ka njerë edhe janë shumë të prushme komentet, sepse janë shumë negative, hinë familje, motor, non, në gjyshe, është ran edhe mi shpreja, beson, edhe në funditës jena shqiptare, edhe kjo është se një maj madhë që am dhem, sepse unë jam rrit jashtë vendit, edhe unë perceptimin për një shqiptare kum kriju këtë ndryrë, sepse unë kur isha në Cyre, ose në Vjenë, ose në Londër, ku kum jetu, kur e takoj isha një shqiptare, edhe pse kur se kum njoft, unë e kum... Tu do kesi me pos diçka, po? E kum orë në grek vla, sigur me pos vla ta man. Edhe në njëtin interpretim jam këtu edhe në Kosovë, të menu që shqiptarët janë qështu në mes veti, po këtu është, jena në Kosovë, janë vetëm shqiptarë, përsa to dhe shumë të ripe hangëshin njën i tjetër, është interesant. Ja, s'kësha thonë që pe hangëshin, pe plus që njën i tjetër, jo pe hangëshin. është interesant, ali nuk është edhe që që ku menu, po prap se prap du të ma adaptu, është bota jonë, jena kjo shoqni edhe du të me bon diçka për më bon gjithmonë ma mirë, sepse ne nuk e kemi për detyrë me nejt aty ku jemi, sepse du të me ditë edhe që lufta ka qenë para 25 viteve dhe Kosova ka bon një zhvillim të atashëm, zban me hup gjdo zhvillim politikisht, ekonomikisht, nuk ban me në vlerësu, ka pas zhvillim, por Kosova ka potencial halon ma shumë edhe në qëfëse ne si shoqni në thelbin e karakterit, të më thonë nuk jemi të mirë me njëni tjetrin, nuk ka me pas as zhvillim. Kur i hy në rrugës politikës, e kuptove një sen që porët e Big Brother si shumë pak grasi me porët e politikës? Jo dhe pak janë 200.000 euro. Shiko. A dhe pak janë. Po së që 200.000 euro në politikë? Shot, 200.000 euro në politikë? Jo, në politikë janë, po i fitojnë... 200.000 euro janë. Me thonë që politika s'ka kur gjotë bombe me pare. Unë mendoj që politika nuk është për shtet, politika është shërbim ma shumë për popullin. Edhe unë faktikisht
sepse shumica thonë ja tim Big Brother, ti kështu, ti ki bën kështu, tash ki jemi politik, o vëlla, unë se kum lënë jashtin, se kum lënë shoqënin tema atje, nonën tema atje, vllaznitë me motrën tema atje, por më këtu më pasuru sepse i kam rënë tepër mirë, apo kupton, nuk është arsye që kum këtu. Me politik, Lombard pasurosh lutem. Me dijeni, me dituri, o me lekë vëlla. Me diturisë pasurosh, sa dush profesor me njoftu kosovare, me njoftu tamam që çdo shqiptarin. Pasuru shpirtnisht, a financiarisht jo. Po nuk është esenca gjithmonë më pasuru financiarisht. Në politikë ti nuk duhesh me hi politik për me gjeneru para aty, si deputet, shumica deputetëve që janë, për shembull, shumica, tash s'po mund me generalizu krejt, por aty nuk hin si deputet në parlament për me morë një rrogë. Ti e kish një profesion, ti si profesionist i një nishës, i një fushës, hin në politikë për me jap më të mirën sepse je specialist në çat fushë. Me morë ministrin e drejtësisë, për shembull, ajo s'ka lidhje me nashta me ekonomi. Ministrin e ekonomisë s'ka lidhje me drejtësi. Domethënë janë nuk folse çështo Big Brother kur je kom. Me boni, që probende për shef si Big Brother për shaju e treve, edhe të debatuj, qështu e dash me fund Big Brother, me dhonë... Që ka qenë esenca Thelbi, edhe arsyeja që kum hin politikë, sepse ne në Big Brother kena pas të ndaluar me fort për politikë. Tani kur ja vjesha atë parkmish në Rrogovës, atë jopa një signal indirekt, edhe mu qel pak a shumë edhe rruga, sepse qështu i kum lujt edhe pak kartat të mrena, se kum menu ma shumë për jetën. Pas ke qeni përgatitur për politikën? Unë jam kon mrena Big Brother për jetën jashtë, nuk jam kon për 3 muaj det aty mu bloku, mu izolu, edhe me këshu shapo ndodh. E kum pas një plan të qartë. Tash 3 muaj ditë që jetë aty mrena, dhe me thonë që të karot i mas gjati se... 3 muaj e gjys, mos mi hanjë 2 ose janë kon matrona. Po, sot, na falë të bëjfoli, pionën e biom, Lombard pasha zotin për mu su konë zoriz, zamër. Unë i këshërësha si për të shëmë Shqipëria është shumë lehtë me paragjyku dhe me i këshyrë se djetë. Po shtot për ty, cili ka qenë, dhe me thonë, thashtë thënët ma të këshia që i ke marë në jarë. Gjatë jetës teme? Po ka pas thatë sa shëtame të ndryshme normalisht. Po unë në fillimet e mija, unë jëmë një shumë keq. Unë disa herë jëmë kanë dhe ofër depresionit, se në momenti kur më shojke nona, babgjyshin varë, ti nuk të vjen mirë. Po me kalimin e kohës, masani njëri edhe mësohet. Tash për shembull, shka do që flasi nuk është e lodhi trunin që qëllimi tam tjetës, unë i shkoj direkt edhe nuk lodhna. Ku pas të ndryshme, për shembull, më kanë martu me kolekt me disa herë, më kanë da. Pastaj... Që të kanë marrë në qafë shumë, se mësë me të pamartu, kish lyp dikush atë propozu. Jo me lyp, po lypim, po. Jo, po më kishe vendosë deri tash të ta ishe posa firda dhe më matë problem, dijon, nuk ka problem se kur të pysin njerëz është shumë letë me të thonë pse. Po, edhe me dash me ta spjegu, nuk di me ta spjegu. Unë menoj që femna kur e kalon moshën 35 vjeqe, bëhet shumë e përgjegjshëm për vetën në vetë, përgjegjshëm edhe për zgjidhjet e veta, për çdo sen. Isha gjanat ma ndryshe, nuk mund është veç hajt, nuk o martesa veç hajt. Në momentin që nuk vjen një person që më donë për personin që jam, mu së më dohet veç për një burr, o shumë letë që për shembull kjo s'martohet. Qa, o Ankim. Ku nisë? Si e një mirë. Në emision jenë o vlo. E di. Që shbre e di? Gane, si e? Mirë, prapë erdha. Si, Ankim, mos a vërti ki nga të lupë, no? Orë me Libnusa që ka? Nëse ka orë me Libnu, se pret mas emisionit... Ja, moni, po më dridhët. Kush? Kush pa panisë? Kush po dridhët? Po më dridhët edhe mazi. Po më dridhët, moni, pasha ty e mu. Kush o vlosën e pranove? Telefoni. Që telefoni? Që telefoni? Më dridhë në pinja, gane. Më dridhë në, qush po dridhën? Taka, telefoni që po më kësen. Dridhën për gjakon? Jo, kush po më thirë. A, telefoni që po dridhën? Po, që. Ka vlosën e pranove? Ja, në ala zonë, mësë me o prishu ve emisionit, që të mbosh. A, që hine se prishe, jo? Ja, qëfarti, unë e më të resi. Si e, kjo e ka fitusi. Si e, a i mirë. Mamit ka dashtë në shumë. Të fala mamit. Ndraga. Në dashtë një për ty ka shku. Nejse, ajo ty mamit ka dashtë në shumë. Mamit të nga dorë se për mamat e dy. Nuk të fala. Moni, ju marë mu anku. Hajde bë Ankim se kur së të nalëm të ankisat. Ju përtini që minister Mangollën. Nuk më banën? Ta ngullën? Po. Kush? Ama, Moni. A janë su kamera të gjiru? Po, kret janë të gjiru. A se po ta thonë. Dil që të i ma mirë pak. Gane.
pasha mamin, as 7-8 veta nuk i njën diaspor, fix 12.000 vota më kanë ardhë. Nuk e di ku... Vesh pa. Kush t'i pruni ty 12.000 Nuk e vota? di, po është një me emër të emë partia të më në vja qita tina. A ti budalti të zoti, gane? Budalti të zoti. Tash, moni, ju nda këta 2 parë. Këta po buhen 60, kravatën e kom hazër me vit, këta tjerë 60. Dora jam, më qu, po lunë punë. Qa po lumë? Ale, kënej, ka dhune qaj. Kanë? Durën që kanë, aj flisht është kjo moni, flisht është. Moni tash në politikë, që të më kujdes, po biseda. Ka me puna veç me dorë, a? Në mu, bre. Në ty? Në mu, Pesha. Atër shikus ndëruar, mas jena met, në dorën e këti, na? Nuk e dini qëfar oferta që më të marë. Nuk e disha a të Madrid, asa të Madrid. Telefoni. Se në farë e dridhje pacifiste. Gjyqysh, me pacifizm edhe e dridhja. Qështë të qepe ke telefoni, se cak. Urdë në, tha, akademikun telefon. Ta pasha zotin në liber në fundi që e këm lexua gu pici gu. Nuk të një. Tha, na that një hëm ty. Dora jote tha ka rënsi. E të qaj dorën të mbjen telefoni. E mora. Tha, gjysa e bibliotekës kontare tha është e jotja. Që da biblioteke, Jonja? Po, e jotja tha veç ana dorën. Gjysa. Thash, Qështu e pija pinsenët këta? Kret biblioteke thash ma dhonë, qka për të vi libra, tha për dole. Tha, na tha veç libra kena. Tu jam shela ti. Mo qartë ke telefonin diqka. Qëkja aferë të konë moni. I ki tha 2 banesa në Dubai. Tha për dole, tha, po qa vitë banesa në Dubai, ku kru me shku në Dubai me jetu. Jo, mërde jam shela telefonin. E njoni moni, që kjo ke interesant se se marsha vesh. Se edhe nuk fel ke shqip mirë, apo dënë tha 100 bitcoina. Qka? 100 bitcoina, tha shka është ata? Tha pare. Beshpa. Pare është euro, haver, dolari. Qa ka thonë? Bitcoin, zi që më thëke diska. Po, qësi? 100 thëke gane. So? 100. More një shumë se jo 100. Po dhe ajmë thëke një shumë, o të rëllatë thëke 100 Oferta për t'ja ti mira fraj. i paske. Po jo, oferta e ma e mira, më ka pëlqy gane, bilem, më ke kujtu të kërë ma dhanë që të oferta. Sa dhe një farë gjevallini e të shtë të dim, e njoni me edhe oja t'i bëj kërëja, kitë në rëja, fëllke. A be, qa po më frëni, thash ju, si kalzova, thash, banesa në Dubai, Bitcoin, thash, gjithë shkam ka në fru, qa po më frëni ju, tha në tha, të frunja, tha, ka shtegra. Tha, shka? Tha, një tigër edhe një panter. A, gale, vetë këmë po në sheshin, Skenderbejo ty me panter të hecën qështë të qeha. Tha, që ta të mi pranu pasha zotit, për ty gale. Se me tigrin bëjën e najsan, për panterën ty du me ta dhëru. I dhe Unë një. isha me pytë këto, a mu do ka tha e kam dorën me fatë? Po, me Dhe me fat. thonë, peshti ka funksion dorën shumë, apo? Që ato të pas ka të hollu shumë. Po, e djatha, që... Këto e këmë dhe protestava, që ma të gata e gata. Të gjujtë gurë, a pëdim protesta në stop që... Dora djatha ma e gata, pishe? Se ki dorën e djatë ma të gotë? Të gjujtë gurë për protesta. Fitus. Po Madrid! Ku? Hajde. Që kjo është a i madhi. Jo, që kjo është a i madhi. Alo? Qfa Norvegjia, haver? Ik mërë më banesa në Dubai, më kanë dhunë dhe ka Norvegji. Që në qender? O ti djoll. Jeje nuk ka, diçka tjetër ofrëm. Qysh ashtu? E moni, shku mone, ha? Hajde. Lumbardh, për shef edhe vetë ku jemi ardhë. Menit që me dorës, krejt punë po kryen. Imagjina tjetër të... Para me dumes me që dorën. Para me ndu me pos dur ma shumë, shut. Po dy Këshumë bo Zvicër, Kosovë, këshumë pos dur ma shumë. Qore ka njëherë, kur s'ki men, s'vyna s'dur t'as kom besa, kështu që këtina që këti artistit që shkojnë në rol, nuk pyëdeshin dur t'as kom që tina po mdoket. Ama në dur tina i na metë. Po imaginojnë që farë gjendje këna ardhë. Për ata... Po për ndryshe ishte shumë i mirë. Po, qëre Sa na... është kolegu jam. Po, du ta falenderojmë. Ankimin, Ankimin.
Lumbard, a ndihesh më yll televiziv apo si djali vitis? Për mua është ma me rëndësi me qenë vetëm ylli i nënës teme, ylli i gjyshës teme, për ndryshe... Ylli vitis apo? Po jo, une, qysh me thonë, unë jam njeri për tokë, seriozisht njerëzit që së më njohin, menojnë që kam nashta nej veshje, ose jam në rrisës sociale, fotografi që i bëj, sepse fotografia është për mua diçka një esencial për me shfaq gjyqysh stilin, ose mënyrën një jetesës. Edhe shumica e njerëzve e paragjykojnë të nalbe se kë ka më në madhë, se po ditë ka më vesh, ose s'po ditë ka më vesh, ose si do qoftë. Edhe tani paragjykojnë. Po kur të më njoftojnë njerëzit, gjithmonë është i njëjti rresht, lumë, kur s'kisha menu që je qështu. Edhe seni më i rëndësishëm është me qenë njeri. Për mu s'ka mazi se sa me thonë dikush hajtë se kjo s'ka vyt, ose hiqutina se nuk vyn sen, ose është i pa drejt, ose diçka. Me thonë që është njeri, faleminderit shumë. Kur jemi taku mas pari, edhe unë të kom po pak ma ndryshe, kur kemi bo muhabet, këtë qenë tamam që këtë djali që po folë stash. E vlerësoj shumë. Edhe kjo është seni më i rëndësishëm me qenë njeri, me qenë për njëri tjetër këto, me mujt, me pas mundësi me një mu. është frymëzuese edhe... E ke tregu edhe në Big Brother, so ke qëndru se njeri aty mundet një javë dy me qenë pak ma fake që thujmë na mu shef prej asaj, po prap se prap del vetvetja. Ke qenë ideal shambull dhe me të vërtet veç të përgëzojmë. Për edukatën e të gjitha. Shota, si e? Mirë. A e lodhë? Jo, s'pu kam që me bo. Që kjo emisioni jonë është mas darkës, kështu që ta shbujmë muhabet pak ma shlirë. Edhe kjo po shqiptarë si takohen të thetë që shja e mirë, so e ki rrugën. Po, direkt kjo interesant. Kjo punë e rrugës u bo pak, ka kalun diçka tjetër, nuk më pëlqen me full për rruga. Ma shumë mirë u bo, që nuk do të thasi ma për rruga, po shot ti je edhe në punë shtetit, apo? Po, unë... Apo gjonë ku edhe për aktrim edhe për punën e shtetit? Apo liru është pak të punën e shtetit me shku pak ma vonë? Jo, me të thënë drejtën, unë në punë jam shumë korrekt, do me thënë nuk mungoj kur, dhe u rej njerës që mungojnë që nuk e marrin seriozisht punën. Unë punë jam tamam e sakt, zakonisht gjyrimeve kam vikendit. Ka njëherë kur kam gjatë javës u më lirojnë puna, me leje, po unë e gjdo ditë dhe fitness bëj. Do me thonë, këtë lirë unë shumë pak kam. Do me thonë... Për që ato singë. Ja, të gjejko. Do me thonë, shotë s'pëkiku me gjithë një burë për angazhimeve të mloja, apo? Nuk është punë me lypë me gjithë, saj nuk u për me gjithë. Ska orë fati. Po, unë menaj që, po tash asë 100% single s'muna me thonë. Si 50-50. Jo, për momentin. Qa me qyllë në bordin, ku përthu si 50-50? Jo, ma herë... Jo, i këshura dëtë. Apo shesha ndikojnë 2 minuta komunikim para emisionit, dhe që hini 50-50. Qëre, mu po vjen mirë nëse vazhdojnë që kjo energji dhe që kjo muhabet, unë e ti gone me probendin, ka një peshkir këtu edhe mësit peshota, për Lumbardhin edhe qështu, unë që po kuptoj. Ma i ri, mua dhe pëso më pëlqenë djemë pak e s'ma të ri. Po s'ko lidhje, shot, në kia se para se fundit, që ke me marë burin më të ri. O më letë që kënë rahat. Njarët më vynë në një i shpith, kështu që s'ma të ri. Për shamë, unë e lypja si partneri që më gënë, që ka ti thamë, unë në kam. Qa të gjoli ngushëm është kështë. Ja, e ka vrejt, si jam i ngushëm. Djali u lindë, u rritë jashtë, e ka një tjetër edukatë, është pak ma ndryshë. Zbuz. Po, a më shpëdan të njësi... Po ba e i gare. Zbuz, s'plugë. Njësi burë në mistejqë, më shpëdan nësi që... Po, si që rejta vullinë. Po ba e i gare, unë... Se të li persone kërkojnë njeri mu kanë. Me dash dikush, se në kodë sotit është shumë problem, me dash dikush, ose me dash dikan, të e pas parasysh sa ndarjet pëndodhin, sa se dikur aty në dhe frika. Shota, une pjapi drejtën veti pak me bajgarë se të kam shu që me vitet tona, kështu që thash më do që pak u kuqe, po... Jo, anë u kuqe, unë veç më kuqe. Shota dhe kjo pjesa së përpullë dhe meq. Jo, më varet. Me dalë në najsen kështë interesant ku qa kuqna. Po, a? Më dhe marrë ka njerë. Dyqysh se jepë qasjen të që ty t'vje marrë, je femën. Gani njerës kërë më shojnë, unë jam tjepë shumë i lirë, i hareshëm, edhe menojnë, thojnë, ti e ki probleme rrë në dashni, ose unë jam një person që
si partnerin, si shoshnin, unë kur e du, unë e kam një ekstrem, o e du shumë, o heq, unë dyqysh nuk e kam një mesatare. Edhe kur i tham njerëzve ose shoqeve të mia, po unë mu i mira dashni ma letë se ty, jo bese ty stanin. Kështu që njerëzit gjykojnë nga pamja, nga muhabeti. Shumë e vërtet. Gjithmonë e fsheja ato, edhe munona më tregu që kishës duaj, kështu që... Problemi të artistët është se neve nuk ju, kur ju shohim juve nuk e dim apo folni seriozisht, a jeni to aktrua, por që ata dhe kjo ndoshta mund me qenë një prej problemeve të vogla që shfaqen. Jo, unë nuk, sa i përket aktrimit, unë aktrimin e kam në skenë kur dalë, unë njëtën e përditshme edhe në premisione kur shko jam taman shota, qështu jam njëtë përditshme, as ma ndrysh, as ma mirë, as ma keq. Sa i përket aktrimit, kur dhezën dritat e skenës, aty fillon një shot tjetër. Po, s'kjo është ma e mira. E tash me pytë të Lumbardhin mund të lidh më apet. Lumbardh, kjo pjesë, kjo karizmi si fitu si Big Brother, apo ta marrë edhe në politikë, ta është një farë bigi aty politikan. Pyetje shumë e drejtë, dyqysh sepse karizma ose simpatia ka lunë një rol në politikë, por roli më i madh që është në politikë ose që duhet me qenë është kontenti, është vlera, është thelbi, janë temat, problemet, situatat që ti po do me ndërhy edhe me kontribu, domethënë. Që aty peshohesh në politikë, jo sepse një djali mirë ose e ki pas në shtabobën ushtar të QK-s ose me gjithë respekt, ama po tham politikë dush me hi sepse të regon vlera, sepse ki diçka për me luftu, edhe unë e kom pa që tema jem kryesore ka me qenë sporti rinia, ku unë e nina profesionist në atë lami, sepse jam edhe pi UEFA si trener i thmive, kështu i licencum në Vjenë. Trenerin ton. Kam, do më thonë, shumë edhe vi për një familje shumë të madhe, do më thonë edhe jam shumë me eksperiencë, me tri, edhe qasja me tri, unë përqenë shumë edhe më mirë me tri, kështu që edhe sporti po ashtu, do më thonë unë e kom gjetë atë farë lamien teme ku kam qef me kontribu. Amo këtu unë e kom një dalim mes juve, për shembull se ju një tre njerëzit të cilët i nikon në Big Brother. Ama për juve treve, do më thonë është një fitus. Tash, që kishë mi thonë shotës edhe gonës? Që kishë mi thonë, pse? Që shfitot Big Brother? Apo më një kazë këty në shoqeve të mija se besë që kanë vujtë këto që s'kanë fitu. Apja presetën. Vishë që ishe bo halo me Warford në që se i kështë fitu ato pare. Jo, la Warford, 200 euro konë të shpare Warford. Kur do anjami nëse s'ki kujle. Po, nga Jordanin shumë. Por nuk është gjithë po faktikisht të një mën mi qilë do rrugë, por kur nuk mësuesh me punu me pare, ti humë shpejt rrugën. Dush me ditë edhe unë e shpesh tamon e na në shkolla, kena lanë si biologi, geografi, histori, që janë shumë të rëndësishme, por esenciale është një landë që duhet me mësu thmijën që do me thonë porja e vërtet, që do me thonë qysh me trajtu, qysh mu rrit me pare, qysh me shparit, qysh me hargjit. E këtu sene janë që ballafaqohemi na dit për dit, për shembull. Edhe është një mungesë, për shembull edhe në Austri e kum pas thonë, shpesh herë kum pas cek që thënë që në shkollat e shtetit ose private si rëqov, du të me pas një land pak ma që du të me zhvillu një land tjetër, që ka të bëme me jetën reale në aspektin financiar. Si me Me menagju parën. Është shumë interesant. Është e vërtet që parja nuk të sjell lumturi, unë gjatë jetës teme ka ndodhë kum pas pare, ba e gishom, jëm ka njeri ma i palumtur në botë, ka ndodhë ndoshta me 2 euro në gjep, jëm ka femra ma i lumtur në botë, kështu që nuk ta sjell lumturin, po parja të shliron. Në konë që jetojmë sot, mu ma sjell lumturin, persona që i du, lumturin ma sjell me pas familjen mirë dhe rrethin me mirë, me shëndet, me pas shëndetin mirë, kjo lumturi për mu, me pas vullnet me punu, kjo lumturi për mu edhe me pas një personin krah që e du. Kjo lumturi për mu. Sigurisht, lumturia të më thonë, vjen për gjonave të mira. Po, sigurisht. Kështu që, sa i përket parëve, ka drejt Lumbardhi që tha pozitive me menagju. Veç pak shut, veç pak. Kërkojmë në gjithë pak. Që ta shpëtut. Hajde më afër. Tash vëllaj me s'po do më në rrej.
Janë fillimisht. Pritisa të Apo Tristan? Shasoti muzikave edhe moska. Më trishtoj më. Më në shmo, po, Të dëtë? edhe neve së trishton gjithmonë edhe shëqër që është zarfi kuq. të së zorë fizi. Se në biga i na mësu me zorë falëzia, po? Po, pikrisht. Me hapë dhune? Ja, këj pari, pja për Okej, Marcel. hajde, Lumbardit, Lumbard. fitu si të bigot, pra. Pra, të ka orë të zarf i kuq këtë herë, të lutem, Na lexo Lumbard për... As ti Lumbard nuk do t'i shpëtosh sfidës se emisionit tonë u knaqëm tu knaq. Duhet të mbash një fjalim si deputet duke numëruar me tap. O, Zoti ma. faleminderit regjia për këtë sfidë. Lumbard, nëse ta kuptove sfidën. Po, e kuptova. Tash na sjellin topin, edhe ti mos i njifesh si lojtar, njifesh tash edhe si trajner i licencuar për fëmijë, duhet ta mbash një fjalim duke ju drejtu popullit, ose parlamentit, ku një do qoftë, edhe duke numru me top. Unë do të marrë topin, do të sjell ty edhe e din sfidën tash. Po. Opa, bravo, Lumbard. Ilo, a ka mundësi na lirësh pak fushën e futbollit tu? Faleminderit shumë. Krejt bota lujnë në fushë gjelbër, na lujnë në fushë zezë. Atëre, të ndëruar shikus, Lumbardi edhe sfida e ti. Lumbard, qysh ju ke drejtu njerëzve gjatë fushatës, do t'i drejtohesh prapë, por me top do të numërosh. Në momentin që të bjen topi në tokë, të humbë sfida. Të dashur bashkëpunëtor të radio televizionit Dugazgjini. Unë nuk jam këtu vetëm për me lyp vot, po unë jam këtu sepse Kosova ka nevojë për një ndryshim. E ndryshimin më ta bëjmë bashkë, Krita. Atëre, Lumbard, Bravo. une veç di me thonë që ndryshimin me po, nëse nuk rëzohesh pas ke me po. A qësh po të me po ndryshimin, ne po fshëm qështu ndryshimin, po përzohesh tash e që tash. Si thash, Lumbard, faleminderit shumë. Shota, apo na lexon se çka kanë shkruar për ty, cila është sfida. Gjithçka, okay? As ti Shota nuk do t'i shpëtosh sfidës e emisionit tonë, nuk knaqëm tu knaq. Do të na tregosh momentin më të sikletshëm në një Big Brother VIP, ku përmenet Big Brother dyshysh. Ai se ki lip me hi atë. Kush ku më një absolut. Janë disa që kanë hi me bo famë, janë disa të famshëm që kanë hi për një eksperiencë tjetës. Po moment sikletshëm nuk e di më të kallëzum për momentit sikletshëm e kumë po. Ti ke pas shumë momente aty. Edhe po, unë ka zakonisht pas vetë momente. marak që kur kom hyu në skeqente, kështu që tash ti mundesh me nda diçka për neve, cila ka qenë pak më e veçantë. Një moment i veçantë ka qenë kur më kanë ardhur fëmija vllau që kom qajt me zemër, kom qajt edhe javë kom hu budgetin banorëve dhe hitë se kom lodh trunin, me mujtë edhe 0-0 javë kisha bo. Qaj ka qenë momenti ma i dhemshëm. A qëta shot, milion njerëz Po të do të pangër pak sakrificë për me fitu. Okej. Edhe momenti i sikletshëm kështu për me të shtime kesh është në fillim se nuk isha mësune të nkuan me kamera, shkoj shumë WC, dalë shumë anekni, edhe po më thot njani prej banorëve, tha, kur të shkojnë WC, nale, Mikrofonin, po. mikrofonin. Ase njët, Qka njët? zhurmat, po, zhurmat, edhe unë si shkoj isha aty që këllingë në alqa, Amo i krysha obligimin qytetar, njëre se s'tu kanal Jo, mikrofonin. njëherë. Njëre se t'u kanal mikrofonin. Të Po dim. thua, Po, unë në njëre- zhurmat. Qaj u konë ma i sikletshëm, për ndryshe momente tjera sikletshëm nuk unë pas. Publiku as banorët nuk kanë pas shansë më pas në bikine, as në brek, as do më thonë, Do më thonë që desht kanë shumë pas. kujdeshme, jo, absolut. Le ta gjeni një moment kur më kanë pa mua. Amo jo, se ti the, s'm kanë pas në bikini Shiko, as... Moni, se unë gjatë karrierës teme u kam bo foto gjysëm nude, u kam bo foto provokative, artistike. Në aty kur jemi hy, na kemi të regu për diqëmërin tonë. Edhe unë s'ku mujtë me dalë aty me bikini me të regu. Do me thonë jem konë shumë e kujdeshme aty, edhe me fjallore dhe me gjitha. Shumë mirë. Isha, me avon knatësin ma pa trupin kërkosh. Lumbard, a mendon që je votu pse ke qenë ky që je, apo pse je
fitu si Big Brother? Unë mendoj që ka disa arsye pse i ku morë ato vota që i ku morë, edhe po duhet edhe njerë me shprej falënderimin për çdo votë që i ku morë nga... Patjetër. Sepse une do më thonë kam qef edhe qatë votë edhe me vlerësu edhe në të armën do më thonë ajo është një farë bazë që i kum kriju une për 3 muaj ditë, pa struktura, pa kur gjo, veç kum hinë politikë edhe Marina Begini su më ofër 7.000 votave, që nuk është edhe pak për një djaltri nga showbizi me plot para gjykime, por mendoj që ajo ka qenë edhe baza, unë nashta tash të deputet që janë bo me të partën, po me të thënë drejtën ka pas edhe tjerë, politikanë tjerë, për shembull antarë të subjekteve të ndryshme, që janë me vite të tëra, me 10 vite, 15 vjetë në politikë dhe s'ka mujnë është me mbri qatë nivel të votave. Por unë mendoj që po ashtu edhe Big Brother, edhe rrethonat familjare paka shumë që na konë në politikë, babën e kum pas vetë 8 vite deputet, plus edhe do fushota jem që kum bo, fushota ka qenë pak ma modern, me rrjete sociale, me video, me mesazhe për rinien, për sport, edhe mendoj që kanë qenë disa faktorë që kanë kriju... Shumë njerëz për atë theja, po. Unë faktikisht e kom morë shumë serios fushatën, por nuk i kom pasë një ekip aq të masë se sa qyshe kam pas tjertë. Sepse unë vetëm kum him, jo vetëm me provu, po kum desh vetëm me bo diçka ma ndrysh, me punu ma shumë me rrjete sociale. A e kuptova që do më thonë vetë nuk buhet asnjë gjë. Unë mendoj që vetë shtirë është me arriti diçka. Do më thonë, edhe na këtu emisionin tonë, kur i kena fillu me bo, na ka ndosh shumë njerëz. Për shembull na ka ndosh Radio Televizioni Dugaxhini me një ekip të mrekullueshme, një duar të për Dugaxhinin. E një ekip nga mobileria Graniti, që e ka bo një skin gjigante, këto ullë se ka që të mira, sponsorit tonë, mobileria Graniti. Produkjen ten është kujdes butikë Majsut në Prizren, sigurisht edhe Goni, ako me falenderu dikon. Po pa tjetër për ata që gjithmonë kujdesen që në dukmi bukur, Salloni Shollka dhe Armnor Aliu për veshjen. Faleminderit gjithve. Kur jemi këtu të kjo pjesa e sponsorave, neve e kemi edhe një rubrik në emisionin ton, e cila quhet Ju kërkoni, ne këndojmë. Që i bjanë ship-ship? Ata njerëzit që dojmë na ndëgju neve të kënu, mujnë me shkru në Instagramin ton ProBand KS, me kërku këngën të cilën ata dojnë me ndëgju, e tash këto momente, shota, mos me ndë që kime pështu ti pa top. Vesh këtë rast është dalimi se Lumbardhi lujti me një top, ti do të lush me ma shumë topa. Me 2 Me 2, 3, 5. Kështu që një duar të vite për aktorën e madhe Shota Baralion, që me të vërtet Shota, kjo është Shota. disponimin. Shota falimderit shumë që je, ajo që je, si njëtën e përditshme, si kur pim kafe, si në emision. Shota, jo gjithmonë kështu, varet për energjisë dhe prej personave që i kjo ofër, na jemi miq që sa vjetë dhe kështu që... Shota, atëre, sigurisht që... a mujmë në të ngrimin kom të bëjmë përzgjedhjen e ati djallit asoj vajze që është me fat që na ka qu... Konga, a kom fitu nesën tjetër? Kime fitu diçka. Ka me fitu? Pedin që kime fitu. Atëre, Shota, këtu janë vesh një pjesë e atyre që kemi përzgjedhna e tupave. Të më vesh një pjesë që kemi përzgjedhna të atyre që na kanë shkru në Instagramin tonë ProBand KS. Ta shprej që tyre që kemi përzgjedhna, e ki fatin ti, jo po aj ose ajo ti përzgjedhet kongati. Me shti dorën e me nxertë. Me shti dorën. Së që milionat jam të nxerë, që janë nxej pak. Apo duket si na i ma bozit i që gjithë. Së miria. Atere, këto duesh të lexosh ti edhe të këtesh ka kamera. Kebiri nga Tetova kërkon këngën nga Idegjio. Atere, një lutëm, këthe prej kamerës të shef kamera. O Kebir, zbadhaja. Shot, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Atere, neve me Do këtë që patët ma po trupi. Shota. Atere, Gone, s'kena për neve, tash. Po pa tjetër. Lumbardh, jo, mos u mërzit një pak, ne do të këmim një kongë për juve, e ma mbrapa do të vazhdojmë prap me muhabet, me atmosferë.
fest Gjithë Shqiptaria I dhe valja E nuk pushon Veç si plot Shpërthen hareja Bjeri gajdës O mordjaro Bjeri gajdës, gajde qi, bjeri mos të taftë dora, gajde qi o djaliri, po feston Kosova. Bjeri gajdës, gajde qi, bjeri mos të taftë dora, gajde qi o djaliri, po feston Kosova. Sot ka fest Gjithë Shqiptaria I dhe valja E nuk pushon Me kësi plot Shpërthen hareja Bjeri gajdës O mordjalo Bjeri gajdës, gajde qi, bjeri mos të taftë dora, gajde qi o djaliri, po feston Kosova. Bjeri gajdës, gajde qi, bjeri mos të taftë dora, gajde qi o djaliri, po feston Kosova. Bjeri gajdës, gajde qi, bjeri mos të taftë dora, gajde qi o djaliri, po feston Kosova. Bjeri gajdës, gajde qi, bjeri mos të taftë dora, gajde qi o djaliri, po feston Kosova. Faleminderit shumë Ju faleminderit. E pra, shikus të ndëruar, tash këthejmi prapë me musafir tanë. Paramendo, veç të këshim pas edhe një nusë edhe një dhondër, me këtë Kush s'e kish atmosferë. Kush të kish pas, apo? Mirë të Atëre, shkon. Lumbardh edhe Shota, jemi afru fundit të emisionit. Sigurisht, keni me thonë edhe ju që shpëthujmë ne dhe musafirët shumë shpejt shkojnë. Shkaj, po. Po, sigurisht me musafirë të mirë, të kësi ambienti që po bëhet në emisionin tonë, normal që minutat fluturojnë. Kështu që të kësha lut një mesazh për gjithë njerëzit që të dojnë ty. Mesazh faleminderit që edhe ata që më dojnë, edhe ata që s'm dojnë, i falenderoj se unë menoj që edhe dikush që nuk don, është një farë lloj dashnie, se në momentin kur të përcjell ton kohën, ai don sigurisht. Kështu që i falenderoj, ju bëj apel gjitha qikave të reja, rinis, le të shkollojnë, le të punojnë për veten e vet, le ta ndjekin ëndrrën e vet, që kum ndjek edhe unë, kum pas shumë vështirë, sigurisht që kum pas vështirë, se njerëz le ato me gjyku, po le të ecin nëpër këpucët e mia, kur ku marrë deri këto. Kështu që tjetër sa në qa me thonë, faleminderit edhe për juve, me të vërtet u kënaqëm, na deshtëm publikut mi dhoni disponim, se me ardhë me folë për politikë të në kohën shumë seriozisht në këto kohë të rana dhe të këshia që po kalojnë populli ka nevojë mi disponu. Sani ma i fështirë, a di që sani ma i fështirë mi shti me kesh njerëz në tash, do me thonë që të kohën që po jetojmë. Kështu që unë munova më konë sa ma fani, sa ma shumë i disponu njerëz. Faleminderit. Ke ndimu, me ke bu emisionin shumë fani. Faleminderit. Shota. Shumë faleminderit e dashur. Lumbardh, po ti çka kishte dhoni një mesazh për Faleminderit për çdo sekond, çdo moment, çdo dashni që ma dhuroni. Dhe se nuk je në fushat, pas futëm zana. jo, E mirë. tash i vjen një keqardhje që s'muj nashta çdo mesazh në rrjetet sociale, se çdo
Mi javë këthy, sepse nuk është që mujmi po krejt ose në sekund ose diçka Lumbard, tani një 10 milion shqiptarë të shojnë për ju kënaqëm të kënaqë, kështu që folë shlirë më stanin, krejt aty një së shme Mesazhi jam kryesor është bazohet me një guru indian që më ka jo përshtypje shumë të madhe kur ka thonë që një njerëzit janë atu hub kohë duke kërkuar lumturinë, por lumturia çdo moment ofër neve. Domethënë çdo moment që shijojmë na është ajo është lumturi. Ti e zgjedh lumturinë me qenë me njerëz të mirë, me shiju një kohë të mirë. Ajo lumturia nuk është diçka që na fat gjatë dush me mërri. Lumturia çdo sekond, kështu që ky ishte mesazhi jam. Atëre, shikus të ndëruar, inshallah po pështojna, shtovë shumë mirë bëhë, edhe sonte, miru pafshim, javën tjetër. Miru pafshim gjithve, shihemi javën tjetër. Mami rjeshuj, kur gjë ma së më thuj shuj, se u knaqëm tu knaq, na u knaqëm tu knaq. Mami rjeshuj, kur gjë ma së më thuj shuj, se u knaqëm tu